politike në kanë mo që ka i ofrojnë kësi farlaj fiskultura politike, por do të keni interesin e shtetit dhe vlerësoj ta shtetutje buxheti nëse realizohet në parim, pa marrë parasysh që përmeni edhe ministri, po edhe kryeministri që është emergjent, është diçka interesant që është partije që mbas luftë asnjë parti nuk ka fitu ma shumë se vetë vendose që 2 raste, që 2 hera, por që po shihet që kur është puna për më votu buxheti këto, më kujtohet që edhe shumë thotë që fitë kemi 32%, po në përbëmjet të qeverisë dhe në vota, edhe ai kishte 62 vota pro, 61, 62, 64. Kështu që është një diçka këtu po shihet që kryeministri Kurti nuk po ka ndoshta disponim, s'po interesohet me pas më një mënyrë partner koalicionit, ma shumë se gjithmonë me pas siguri. Ajo çështje ka përfunduar. Po, me pas siguri ma shumë tek pjesa tek pjesa që me pas siguri te pjesa votave, sepse paramendoni do thotë në 2 vota plus me këshyr, që ka kalu buxheti, dhe gjatë 2 vota janë, po si të qoftë edhe gjatë 1 vota me rëndësi ka kalu buxheti, kjo është rëndësishme, le të vazhdon edhe mundësit i kanë edhe me letë që për më rishiku edhe dikun ka shëshur. Si ndarët të projekcionit e këti buxheti, për të një? Si buxhet, normal që është buxheti ma i madh deri me tashtë, por unë poshtë një diçka që për shumë rasti të komuna, të ikon asë 1 miliard euro nuk është për gjitha komuna. 867 milion euro. Po, edhe aty i ka fut edhe pagën e 13, që paga 13 e merë një pjesë gozhat madhe, aty që me një familje ato i të kurë në investime kapitali është qëllimi, plus tani prapë edhe pagat që janë rrinë sektorin publik, do thotë 91.000 punësuar edhe ta ofë 1 miliard euro edhe ta, është një diçka që edhe ai e zvoglen pjesën e investimeve, sepse si ekonomist qëllimi është që të kemi sa ma shumë zëra financiarë që i financojnë pjesën e investimeve, sepse ka që 5 vite, prej pandemisë e këndej, nuk kemi pas ashtu investime kapitale që unë për mu, si ekonomist, vlerësoj që dohet të realizohen projektit rrugore që janë mirë për Ndugaxhin, Merdare, ka dhe tjera, po ashtu në uroj që spakun në kitë buxhet. Ndugaxhin, por nuk është në planet s'ka qenë vendosjes autostradë Ndugaxhin. Unë vlerësoj që edhe në kitë buxhet, spaku pjesa fizibilitetit dhe para përgatitja për me fillu punën Hekurudha Kosovë-Shqipëri për Kosovë në shumë jetike. Edhe vlerësoj që që është para pa, me sa di që edhe Shqipëria e Kosovë dikun për dejnë 2030 më realizu, e vlerësoj që nuk kanë edhe shumë kohë, sepse 2026 është sukses nëse realizohet dejnë 2030. S'po thamë që i kitë vetë me fillu, s'poko, po me letra me qenë gatë shumë. Edhe është kja mirë për një interes ekonomik të shtetit, sepse nuk mundëm ne ta kemë, si me thonë, atë thembër në akilit të bashkëpunimit tregtar vetëm me mauna, është për Kosovën në shumë jetike, edhe nga unë afërsis, po edhe pjesa e Hekurudhës, masiviteti i bashkëpunimit tregtar është shumë më i madh. Edhe do thotë te porti i Durrësit, Shqipëria fati sa është që aja edhe një sistemin i ka realizu është Hekurudha deri në Shkodër edhe tani është pjesa Shkodër deri në Kufe. Por që për Kosovën e kanë do ashtu që si e kanë mendua ata me sa kumë po dhe kam qenë edhe me do mediat Shqipërisë që është në proporcion të njëjtë, asha është e drejt për, nuk është e drejt, po për një është interes më i madh. Është etike si projekt. Po, normal, por që unë e vlerësoj që këto janë etike. Tek pjesa kulturës nuk di çka ka parashiku, po nëse nuk parashikon stadionin nivel që unë jam mas po këti që i një problemet e sportit, po nëse nuk kanë mëndu ndonjë stadion diçka me përmasa me cilësi shumë të lartë, që unë vlerësoj përveç që krijon të hyra në të ardhmen, me një mënyrë është edhe një lloj turizmi sepse dikush vjen në Kosovë. Edhe njihet Kosova edhe disa biznese punojnë. A është pak arrogant që mos pranohet asnjë amandement i opozitës Gjevdet? I ke numërat kuvend për ta votuar buxhetin, do thotë gjitha amandamentet tuaja bien. Arsëtimi e Kur'an Muratit ishte që është një buxhet i shkurtër, një buxhet emergjent, i përkohshëm dhe nuk i është lënë mundësia as ministrave që të kenë ndryrje në këtë buxhet.
Do të ishte arrogancë nëse s'do të bëj ky sqarim, nëse s'do të bëj